Festivali Ekrani i Artit përmbylli një tjetër edicion në Shkodër, duke sjellë filma, ekspozita dhe aktivitete artistike në disa hapësira kulturore të qytetit. Për 4 ditë me radhë, publiku ndoqi projeksione filmike dhe takime me artistë e regjizor. Drejtuesi artistike Tea Paci e konsideron pjesëmarrjen e publikut si një nga sukseset kryesore të festivalit. Për ne ka qenë kënaqësi me pa pjesëmarrjen e audiencës këtë vit, që në mënyrë shumë të qartë është gjithmonë më shumë njerëz po vinë, gjithmonë më shumë njerëz prej Shkodrës po na bashkohen, po edhe prej jashtë qytetit, Tiranë, edhe jashtë Shqipënisë. Edhe po shohim që tan këta vite me për cilat kena punu për festivalin, po na çojnë ndiko. E dina si edhe tema këtij viti avash dëm kohë, kjo punë. Një nga hapësirat që u përfshi këtë vit në festival ishte edhe Holli i RTS Shkodra. Është fantastike, na kena një artist kaq bukur, kaq veçantë. Edhe po zbulojmë, po them gati po rizbulojmë për herë të parë. Në shtatorë kena përdorur si hapësinë për ekspozu vepra artit si pjesë e humorit dhe vjetorin art house-it. Edhe mendoj që ishte kaq bukur që pse mos më përdorë edhe një herë, kështu që falenderoj edhe RTS-n edhe ton ekipin drejtuesin që na kanë mirëprit me kaq kënaqësi. Përgjatë 4 ditëve, Ekrani i Artit krijoi hapësira takimi mes artistëve, kinastëve dhe publikut, duke e kthyer Shkodrën në një qendër të rëndësishme të artit vizual dhe filmit alternativ.